Siç e dini, me 15 prill përfundon prokuria speciale me dëshmitarët dhe gjithçka që ka tentuar me bë për me i dënu Thaqin dhe të tjerat. Në njëjtën datë është vendosur konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. A është kjo rastësi apo ka të bëjë me tërheq vëmendje, më thonë me heqë vëmendjen nga atje? A do të dështoj gjykata speciale siç po pretendojnë avokatët që të gjitha shpesh kanë qenë edhe për të qeshur, a do të lirohen Thaqi dhe të tjerat? A ka hapësirë, sot e dëgjova një për avokatëve të thonë që nëse na duhet me pru dëshmitar dhe prova kundër prokurorëve special, atëherë spari do ta bëjmë kërkesën për lirimin nga paraburgimi, me që në paraburgimin janë mbajtur duke thënë që janë rrezik për dëshmitarët. Tani me prokuroria ka përfunduar punën vetë dhe s'ka më rrezik. Si e shihni ju, a do të ketë lirim të tyre të përkohshëm, lirim përhershëm, a do të ketë hudhje poshtë akt akuzës, apo si do të vijoj puna?